Ministria e Mbrojtjes ka ndarë 345 milion lekë si mbështetje financiare për 15 bashkinë të gjithë vendin që u prekën nga zjarret verën e kaluar, ndërkohë vetmja bashki në qarkun Dibër që ka përfituar është Bashkia e Dibrës dhe asnjë nga bashkitë të tjera. Nga kjo mbështetje është përjashtuar Bashkia e Matit, ajo e Klosit dhe e Bulqizës. Ndonse edhe në këto bashki në verën e kaluar pati me 10 e qindra hektar pyje të djegura, Ministria e Mbrojtjes nuk ka dhënë asnjë dëmshpërblim, siç e quan ajo. Në bashkinë e Matit u dogjen nga zjarret masive të tëra pyjore në Shkopet, Zallë Gjoxa e Qafshtam, ndonse parqet rajonale e kombëtare nuk janë në varësi të bashkive, dëm e pati edhe në pyjet e zonave të ulta. Rasti më tipik që shkaktoi dëm shumë të madh ishte ai zjarri të rënë në masivin pyjor me pishë të zezë në fshatin Plani Bardh të bashkisë së Klosit. Flakët shkrumbuan gjithë masivin me pishë në korrik të vitit të kaluar, duke shkaktuar një dëm shumë të madh ekonomik dhe natyror. Në paketën e ndihmës janë përfshirë bashkitë Delvin, Dibër, Gramsh, Has, Rrogozhin, Kruj, Kukës, Librazh, Peqin, Tepelen, Kamës, Maliq, Finiq, Dropull, Malësi e Madhe. 9 bashki në jug, 2 në Shqipërinë e Mesme dhe vetëm 4 bashki në veri.